Mirëmëngjes, miq të dashur, mirë se erdhët në Villa 24. Javë të mbarë të keni në këtë ditë që një pjesë e mirë e njerëzve janë pushim, kështu që shumë prej jush jam e sigurt që janë para ekranit, edhe do më ndjeki mua dhe Lulietën që është përsëri e ftuar në këndin tonë të gatimit. Mirëmëngjesi, mirë se na u riktheve. Shumë knajsi që Shumë knajsi për ne. Lulieta Tuci është pedagoge, gjithashtu pranë Institutit Kulinar në Ranci dhe këtë eksperiencën e bukur të artit të gatuarit ka ndarë javën e kaluar me ne dhe rikthejmë edhe këtë të hënë përsëri në të njëjtin profil gatimi, aty përsëri ku jemi tek bota asiatike. Që do thotë na shijoj shumë java e kaluar dhe këtë herë do kemi akoma dhe më shumë mundësi ti provojmë ushqimet, sepse javën e kaluar ishim në fazë agjerimi, një pjesë e mirë e stafit nuk i provuan dot, kështu që sot më shumë përqendrim. Ke më shumë njerëz që do t'i shijojnë. Më shumë sasi. Edhe më shumë sasi e vërtet. Mirë, çfarë do sjellim ne sot? Do t'i prezantojmë më një herë, si mendon? Atëherë, ne kemi dy receta, po ashtu prapë shumë të thjeshta, që ne mund t'i përgatisim lehtësisht në shtëpia tona. Janë një yellow Thai curry, që është një recetë relativisht shumë e thjeshtë, por që përshtatet shumë edhe me kuzhinën mesdhetare deri diku. Kemi dhe një recetë tjetër që është gjoza artizanale, që ne do t'i mbushim me misht dhe me erza aromatike ose perimet ndryshme sipas dëshirës. Sa thjesht i shpjegon, janë kështu gjë vogla duket. Por më rëndësishmja është që salcat i kemi kryesore që gjitha gjejmë tek të gjitha dyqanet në Ranci. Aha, dhe ne kemi folur pak për këto ushqimet aziatike dhe javën e kaluar teksa gatuanim, kemi folur në studio edhe me Alkindin, madje me nutricionistin, ku kemi prezantuar një gamë të mirë të produkteve që i gjejmë te dyqanet në Ranci, pikërisht orientuar drejt kësaj lloji kuzhine, siç kemi thënë gjithashtu që salcat dhe erzat nuk duhet të mungojnë. Dhe ka dhe nga ato të veçantat që nuk i gjejmë dot kudo, kështu që në Ranci na ndihmon që jo vetëm t'i kemi këtu në studio, por edhe në shtëpi tona për të provuar receta gatimi që më besoni shijojnë kaq shumë dhe aq nevojë kemi që këtë të hënën për shembull mos ta nisim vetëm me fasule. Ta nisim ndryshe sot se kemi kohë të gatuajmë, janë pushim një pjesë e mirëzonjave, kështu që çfarë do të na duhet ne për recetën e parë? Atëherë, ne do nisim direkt. Për recetën e parë do na duhet filetoja pulër, që është një nga produktet kryesore, kërpudha, kungulli, na duhet pasta curry, që është kjo, është një pastë relativisht shumë e mirë, është neutrale, që ka në kombinim disa lloje erëzash dhe bimësh aromatike, që janë normalisht të koncentruara dhe të ardhur në këtë formë paste. Kemi çumshin e kokosit, që është prapë baza e gjithë kësaj recete. Kemi baby corn edhe koriandrin që e kemi për aromë dhe për shije normalisht. Për aromë dhe për shije dhe për dekor. Do përdorim edhe vajin e kokosit, me që kemi bazë kokosi për skuqjen e gjithë këtyre produkteve. Do fillojmë njëherë nga puna, që mos të humbasim as kohë. Po, dhe t'i kampim recetat deri në shijimin e tyre, recetat të cilat pas pak do t'i kemi edhe në ekran, sepse nuk janë ndër ato të zakontat, kështu që kemi nevojë t'i shohim edhe të shkruara, por janë shumë të thjeshta për të gatuar dhe të gjitha produktet i gjejmë. Kjo është e rëndësishme. Pra vërtet i sjellim këtu në studio, por dim ku gjejmë produktet, siç përmendëm pra me një pazar sot shpejt e shpejt në pikën më të afërt të dyqaneve në Ranci që keni pranë lagjes suaj, edhe gatuani njësoj si ne, një recetë që sipas kombinimit më duket vërtet interesante, ku do të kemi këtë pastën e curryt që këtë herë është në ngjyrën e verdhë apo jo, ndaj dhe receta. Po, kemi disa lloj pasta curry, është edhe jeshilja, është edhe kuqja. Ndryshojnë edhe në shije? Po, ndryshojnë edhe përbërja dhe në shije. E kuqja është më shumë pikante, sepse ka të bëjë me çilin, pra me specin djegës të kuq. E verdha është neutrale, ndërsa jeshilja është edhe ajo pikante, sepse ka specin jeshil djegës, pra të pikantin. E kuptoj. Nëse ke nevojë ta rrisim temperaturën për ndihmën time, më thuaj. Sa të marri pak vrrull, se është dhe tenxheria prej guri, tigani edhe me zor fillon të marrë temperaturën e nevojshme për të skuqur filetot. Ti shohim pak recetat? I shohim të dyja, edhe pse kemi prezantuar vetëm njërën. Thai yellow, ma lexoj një çik. Thai yellow curry. Thai yellow curry, okej. Oriz jasmin, fileto pule, baby corn, janë këto misrat e vegjël shumë të shishëm dhe interesant në receta. Kemi kërpudha, qumësh kokosi, pastë curry tajlandeze, koriandër, vaj kokosi edhe kungull të freskët.
Cila është receta e ty që do të sjellim sot? Gjoza artizanale, ka edhe një aksesor interesant që përgatitem prej druri që ne do ta shohim pastaj kur të vi momenti për ta gatuar këtë recetë, ndërkohë përbërësit e plot të kësaj recete janë 5 gjoza, mish i grirë, janë karota, qep të njoma, hudhër, chili garlic, hudhër djegëse, do ta shohim se e kemi këtu në studio, vjen në formën e një salse, vaj susami, salse soje dhe piper. Ja, po ja u tregoj pak. Chili garlic është një salsë, okej, që është me specë të kuq djegës dhe hudhër. E thash mirë? Po. Mirë, kjo është. Interesante, janë shumë këto produktet. Ajo përdoret, po thuaj se në gjitha gatimet azjatike, pra shumë funksionale. Kemi kavardisur pulën. Ja, kështu e gjene. Kemi kavardisur pulën dhe? Dhe më pas do fillojmë të shtojmë të gjitha produktet me radhë. Por që fillimisht ne do të japim goxha temperaturë pulës, në mënyrë që edhe salmonella që ne njohim tashmë është e gjejmë kryesisht tek pula dhe nën produktet e pulës. Dhe patjetër që duhet i japim atë temperaturën që edhe salmonella të shkatërrohet. Edhe vaj kokosit ka liruar ato aromën shumë të veçanta. Po pra. Kombinime interesante janë këto të këtyre recetave në fakt. Patjetër. Pra në bazë të kësaj recetës kemi dhe orizin jasemin, që thash, kam thënë, herën e parë që ishim prapë bashk. E kemi larë fillimisht, duke pastruar në papastërtitë dhe hequr amidonin e tepër, dhe më pas e kemi zirë gjysmë kile për 700 ml ujë. I njëjti raport. Pra këtë proces ne kemi kryer përpara, Jasmin është kjo orizi këtu që vjen me këtë kokrën stërgjatë që quajnë mamat në shtëpi. Po, kokërgjatë, orizi kokërgjatë, ho. Ja, është këtu. I kemi kaluar në një zjerje, gjysmë kilogram oriz dhe 700 ml ujë. Do shtojmë kërpudha. Këtë recetën ne mund të realizojmë edhe me karkaleca. Në vend të pulës, në vend të filet të pulës. Por që është me zgjedhje. E kuptoj. Mjafton që salca dhe qumshi kokosit të jetë në pas. E kuptoj. Shtojmë dhe kungulli. Edhe baby corn, që është ai misri baby, që është i konservuar. Janë shumë të këndshëm. Që ka shumë vlerë ushqyese. I trajzojmë. Do e lëm pak që të marrë temperaturën. Se dhe mos e lëm, ndërkohë që lëm të marrë temperaturën, do më shpjegosh pak çfarë është kjo këtu, se më duket shumë e lezetshme. Ajo është një enë bambuje, ose ndryshëm mund të quajmë bambu steamer, që nëpërmjet asaj ene ne mund të gatuajmë produkte me avull. Në këtë rast do gatuajmë gjozat. Këtu, a mund të hap? Patjetër. Okej. Shisi është. Po si gatuhet me avull këtu? Ajo kalohet si për një ene, që është duke zjerë, dhe avulli dëpërton nëpërmjet këtyre kafto hapësirat. Po. Dhe avulli kalon këtu duke u gatuar produkti. Çfarë do lloj produkti që kemi? Fileto, peshku, perime. Dhe që nga e hapur, se nuk po dallohet nga banaku, më duke i errët nga poshtë, po kjo është transparente, vendoset mbi një enë me avull, mbulohet me kapak, edhe gatuan gjozat. Okej, vijojmë me skuqen e tyre, të gjitha së bashku, pra puna ka nisur me vajin e kokosit, që është fantastik në fakt, në recetat të kripura, në ëmbëlsira, mund të përdoret edhe për trajtime estetike. Patjetër. Le ti themi, ndërkohë që gatuar, luajm pak edhe fytyrën për shtëpi. Duhet të theksojmë që vaj kokosit nuk digjet edhe në temperaturë të lartë, pra që është lehtësisht i përdorshëm në temperatura për skuqje, për kavërdisje.
Gjë që nuk do të për shumë me vaj në ullirit, të cilën ne themi shpesh do të jemi të kujdesshëm kur gatuajmë. Dhe i humb të gjitha vlerat ushqyese. Tani është momenti që ne të shtojmë qumshin e kokosit. Do le vetëm pak fare. Okej. Që këtë pasën këtu ta tresim. Në qumësht. Në qumësht, po. Dhe që të na shkrihet më kollaj kur ta kalojmë tek baza. Besoj se e ndjen aroma. Atë desha të thoja, sa shpejt fillu të çlirua aroma. Edhe sot kam bërë më shumë që ti të kesh si ta provosh. Po, sot të provojmë, ke shumë njerëz për të provuar. Janë shumë të mira këto receta. Pra në brëndësi ka ginger, ka hudhër, ka koriandër, ka disa lloj perimesh. Për çfarë përdoret tjetër pastaj kerit? Kjo lehtësisht mund ta përdorësh në gjellëra, në marinimin e pulës, marinimin e perimeve, do të bësh patate ose kosha pule me patate me perime, është një marinues fantastik. Janë të po lexoj, speciku që i thatë, ka limon, ka hudhër, ka qep të njoma, ka krip, ka galangal që nuk e di çfarë është, turmerik, kumel, fara koriandër. Turmeriku në këtë rast e ka në sasi të lartë, sepse edhe ngjyra e verdhë ka... nga turmeriku e merr. Po, nga turmeriku. Po, ne kuptoj. Tjetër gjë, çfarë kishim? Fara koriandër i dherza të ndryshme. Ka edhe mënyrë përdorimi, recetat që mund të shtohet, që nga mishi, etj. Dhe mënyrën se si mund ta bëni pjesë të recetave, qoftë edhe me zarzavate, spes, patlıcan, lexoj këtu. Okej. Mirë, është interesante se këto produktet që nuk është se i kemi shumë familjare, tek në Ranzi i gjejmë jo vetëm të ambalazhuara mirë, po edhe të etiketuara në gjuhën shqipe, ku lexojmë përbërësit dhe mënyrën se si ne mund ta përdorim. Kemi hedhur edhe koriandrin, edhe do e lëmë që të zihet për një 5 minuta afërsisht, që edhe perimet të marrin atë. Ka shpejt bëhen. Bëhet shumë shpejt. Apo zgjodh recetë të shpejta. Kush janë recetat më të vështira aziatike? Më të vështira e kam fjalën që duan procese të gjata gatimi, që duan orë në kuzhinë, apo nuk ka të tilla? Në përgjithësi, momenti që këto produkte janë gati për të gatuar, nuk ka kohë të gjatë, por që përgatitjet që do bëjmë ne paraprakisht, normalisht duan atë kohën e vet. Sepse ka gatime që e dua në mish 24 orë para që të gatuat në një kohë të shkurtër, në një kohë të gjatë, por me temperaturë shumë të ulët. Ja, kuptoj. Po ashtu dhe vezët e zëmë që duhet marinohen në soja ose shumë produkte të tjera. Vezë të marinuara në soja? Po. Si marinohen? Kur bëjmë një ramen sup, në qoftë se i ke parasysh ato makarona që janë të zhytura në një tas. Interesante. Okej, mirë, ne këto 24 orë që nuk i bëjmë dot këtu, po le të rrim te këto pak minuta. Por që përgatitjet, siç e kemi thënë edhe herën e parë, përgatitjet janë shumë të rëndësishme, që ne duhet i kemi patjetër. Ja, kuptoj. Sa minuta do t'i duhet nëse jemi në shtëpi për ta lënë të zi, derisa të gatuhet mishi, besoj është produkti që do më shumë kohë në këtë recetë, se ku nuk i të gatuar. Ne mishin e kemi kaluar paraprakisht, kështu që është pothuajse është 80% i gatuar, ne thjesht i kemi hedhur të gjitha produktet që të marrin edhe aromën edhe atë shijen e pastës së kerrit. E rikthejmë edhe një herë recetën në ekran, e shohim pak edhe një herë se çfarë po përgatisim sot. Pra kjo është receta, na duhet orizi jasmin, na duhet fileto pule, na duhet baby corn, janë misrat e vegjël që ju pat, janë kërpudhat, qumësht kokosi, pastë keri tajlandeze, koriandër, vaj kokosi dhe kungull. Kjo ishte si filloi puna me vajin e kokosit, me fileton të prerë në kubik. Okej, ajo që është bërë paraprakisht është zjerja e orizit që ne e tham, pasi e kemi shplar, kështu? Po, pasi e kemi shplar, e kemi zjerë dhe normalisht nuk është se do shumë kohë, afërsisht 10 deri në 15 minuta maksimum për të gatuar, por që ne e kemi bërë gati për efekt të kohës. Thamë që jasemini është shumë i përdorë. Do me thënë një nga orizet që përdorët mos shumë ti tek kuzhina aziatike. Po ashtu është edhe basmati që janë afërsisht të ngjashëm. Po, që kanë shumë vlera. Edhe në këtë bardhësinë e vet.
Me thënë edhe vetë detaji i orizit, që mund të duke thjesht oriz, duhet i përshtatet recetës. Patjetër. Këtë salsën pothuajse e kemi gati. Okej. Mënyra e servirjes si është në këtë rast? Mënyra e servirjes është shumë e thjeshtë. Pra ne jemi mësuar që në shtëpi kemi një tas fasule dhe një tas me oriz. Po. Që ja kanë shumë vlerë ushqyese të dyja bashkë. Pothuajse është e ngjashme. Pra është edhe recetën që kemi zhvilluar e herës së kaluar, kemi bërë një prezantim shumë të thjeshtë që është i përshtatshëm edhe për ne, por që edhe bashkimi dy produkteve bën atë. Me viçit, me oriz, me ato salsat. Aroma është shumë e mirë, shumë e mirë. Ja jep të gjitha aromat ja japin qumshi i kokosit edhe pasta e kerit të verdha. Kemi dhe pastën e kerit jeshile, që është po, e kemi diku tu jaku është, po. Ta shohim pak. Kjo është më djegëse. Mund t'ja shtojmë kësaj recete nëse e duam më pikante? Po. Dikush gjet ta konsumoj me shumë pikante, që është red keri, pra jo e kuqja, dikush me këto jeshilën, dikush me verdha. Interesant. Unë zëllën një recetë që unë realisht e kam që vetë. Okej, dhe që të përshtatet me gjitha shijet. Nëse e doni më pikante, keni pastën e kerit jeshilën, ose të kuqen, që na nuk e kemi sot këtu, kemi vetëm këtë të verdhën dhe jeshilën, ja po i lë të dyja bashk, dhe zgjidhni ju pastaj se sa pikante e doni recetën dhe cila do të jetë shija që do të mbizotërojë në të, ashtu sikur të tham që në fillim se të njëjtën recetë ne mund ta përgatisim jo me mishin e pulës, por me karkaleca. Pra, të lë hapësirë për të zëvendësuar ndonjë produkt që ose nuk e keni në shtëpi, ose doni ta sillni ndryshe me një shije të re. Pasi e kemi gatuar, tani është momenti që ne ta servirim në pjatë. Dikush zgjedh edhe që ta reduktojmë më shumë qumshin, që edhe të trashet, por që nuk është asnjë lloj problemi, që të jetë edhe pak e ujshme, që të duken gjitha perimet, pra të shohim kërpudhën, baby corn, kungullin, erzat, të gjitha. Pra, sa më shumë ta lëmë të nxjerrën në zjarr, po aq më shumë reduktohet dhe trashet. Okej. Dhe kështu ju zgjidhni se si preferoni ta konsumoni. Kombinimi është ky. Receta nuk do më shumë se 15 minuta. Sigurisht duke marrë parasysh që pastrimin, ngrirjen, coptimin i kemi bërë përpara dhe orizin e kemi zjerë përpara. Por edhe sikur paralelisht gjatë kohës që përgatisim këtë salcën, të vendosim dhe orizin në zjerje, përsëri në të njëjtën kohë kam përshtypjen që ne Dhe kjo është pjata e parë. Që duket shumë interesante. Shumë e thjeshtë dhe shumë... Ndërkohë, orizin dhe në këtë rast e kemi zjerë pa asgjë, pa krip, pa vaj, pa gjallë, orizi është i zjerë vetëm me ujë. Vetëm me ujë. Po sepse shihen ja jep gjithmonë salca. Okej. Në kuzhinë asiatike. Do me thënë, vazhdon të jetë e njëjta mënyrë, ku e kemi më mbarë për ta parë, janë shikojeni një çik, sa thjesht unë përgatit. E shishme duket. Të lumshin duart. Tani, regjia na thot pak sa kohë kemi për të filluar. Kemi 5 minuta kohë. Mendon se kemi mundësi të nisim diçka nga receta e dytë? Okej. Të fitojmë kohë. Receta e dytë, si thamë, ishte gjoza. Gjoza. Çfarë janë gjoza tani? Do ta mësojmë pastat. Pra këto janë petat që do përdorim. Janë peta shumë të vogla, shumë të holla dhe që bën të mundur. Ne do realizojmë këto pastat. Janë pasta aziatike, pra ne në formë ravioli, tortellini. Quhen pasta. Nuk ka lidhje me çfarë ne jemi mësuar të konsumojmë deri tani. Edhe në pamje gjithashtu. Një ndër përdorim apo janë njësoj të dyja? Janë njësoj. Janë njësoj. Po, të dyja njësoj. Gjoza skin. Pas ka dhe për masat këtu, 10 me 10, 300 gram është paketimi. Si llogaritet, për sa persona është një paketim? Si llogaritet këto masat? Kjo ka disa copa, nuk jam e sigurt. Po, kjo ka 300 gram, thot këtu, po 10 më duket. Atëherë, 6 copa ka një racion, gjithmonë. Duhet kemi parasysh 6 copa që shkojnë afërsisht tek 120 gram. Okej. Gjithmonë. Të duhet. E di pse pyes, se për shembull do gatuajmë sot për një familje ose për 4 persona dhe nuk dim të orientohemi me këto
Gjithmonë edhe pastat e freskëta, kur ne konsumojmë edhe në restorante edhe në shtëpi, maksimumi që ne duhet konsumojmë tek një pastë e freskët, që është e mbushur apo me salsa apo me forma të është 120 gram. Pra, kjo varion edhe kjo ndodh edhe tek gjozat. E njëjta sasi. Po, e njëjta sasi, sepse janë pastat mbushura. Pastat të mbushura. Do marr një pjatë. Po, nëse ke nevojë për mua më thuaj. Sa më the duhet për një person? Asa të lezetshme. 6, po kjo është për mbi 3 persona me që shoh, pas ka goxha brenda. Sepse këto përdoren më shumë në për restorante aziatike që bëhet mbushja atyre, as që shikoni është. Sa të këndshme janë të holla të prera bukur gjozat. Tani do filloj me pjesën e mbushjes, që mbushjen kryesisht e kemi me mishin e derrit, por që në këtë rast kemi marrë mishin e vishit. Okej. Pse receta origjinale do duhet mund të përdorsh edhe karkalec, edhe mish deri në kombinim. Por që ne lehtësisht kemi marrë një mish vishi, sepse jo të gjithë e konsumojnë derin. Po, vërtet, le të jemi më të përfshirës. Të përshtatemi. Shumë mirë. Mish i grirë, karotat shoh që i ke griri më të Kemi mishin e grirë, po. Kemi qipte njoma, që janë edhe për shije, por normalisht edhe për aromë, se jo gjithë duan ta konsumojnë mishin direkt pa e marinuar ose pa i dhënë një shije karakteristike. Kemi karotat, që kemi prerë shumë imët. Edhe qipën e njomë. Atëherë ne mund të shtojmë edhe perimet të tjera, nuk është të thënë, por që këto të dyja janë baza që duhet jenë patjetër. Kemi si shtam edhe pastën që është speci djegës edhe hudhra në brëndësi, që e gjejmë gati te kompania Neranzi. Hedhim një gjysmë luge. Gjysmë luge mjafton, Po. Kemi vajin e susamit, që në shumicën e këtyre recetave do ta përdorim. Hedhim një lugë nga vaj susamit. Kemi dhe sojen, që ne mund ta zgjidhim me krip ose të fermentuar naturalisht, ose pa krip, varet nga zgjidhja që ne do bëjmë. Por që soja bën të mundur edhe pjekje në të ftohtë të mishit. Pjekje në të ftohtë të mishit, okej. Kripa, cidet, vajrat, sheqeri, janë konservant natyror. Edhe bëjnë të mundur pjekje në produktit. Për shembull, acidi në këtë rast bën të mundur edhe kripa. E kuptoj. Krudot. Po. Që zbardhen kur bjen në kontakt me lëngun e limonit. I trazojmë. Derisa e gjithë salsa të shpërhapet në masë. Me çfarë mund të mbushen tjetër këto pastat? Pra me karkales. Okej. Tani kur themi karkales, nuk është pak e madhe e karkaleci për t'ia vendosur apo absolutisht duhet të coptohen. Të vogla të vogla. Patjetër. Pra ky është mbushja duhet jetë se s'bën nëpër masa të vogla, sepse patjetër që duhet petët kanë një duhet të coptohen dhe bëhen si pure. Mbushin normalisht siç mbushim pastat e tjera. Pastaj format ja japim sipas dëshirës në momentin që ne vendosim t'i mbushim petët. Okej, ja u ta shohim. Në këtë rast nuk kemi erza? Jo, sepse kemi sojen edhe vajin e susamit që janë edhe aromatike, por që kanë edhe ato shijen karakteristike të fortë që na nevojite. Këto përgjithsisht janë pjata dreke, do me thënë, recetat aziatike kanë një lloj orientimi, do me thënë, ne në kulturën tonë e dim çfarë kemi për drek, pra do kemi sallaton, supën, një pjatë të parë, një pjatë të dytë. Dhe te darka fillojmë edhe e minimizojmë pak. E mirë është normalisht që ne t'i konsumojmë gjatë ditës, sepse ngarkesat që kanë në brendësi këto receta do duhet që edhe organizmi t'i asimilojë. Por që kush është mësuar, ka organizmin që janë të mësuar me këto lloj recetash dhe lehtësisht i konsumojnë edhe në gjithmonë në çdo orar, domethënë, kështu që nuk i jep. Po ne shqiptarët i kemi më shumë pjata qefi. Pjata qefi. Për degustim. Po. Për të provuar diçka ndryshe. E kemi pothuajse gati, por që ne këtë do ta lëm
5 minuta që edhe të marinohet bashkë me sojën dhe vajin e susamit. Okej, dhe ashtu do ta bëjmë, se edhe ne po shkojmë drejt përfundimit të pjesës së parë, kështu që marrim kohën e nevojshme që kjo masa që përgatitëm të marinohet dhe kur të kthehemi do bëjmë mbushjen, kështu quhet. Do ta vazhdojmë recetën. Unë nuk e di si vazhdojmë, kështu që bashkë me ju me shumë kuriozitet do të ndjekim mbëljetën kur të kthehemi pas hapësirës publicitare. Jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të jemi me Luljetën, me këto gatimet e bukura e shumë të shijshme e të veçanta aziatike, sigurisht gatuar e përgatitur, këto receta me produktet Neranzi. Ku e lam ne? Kemi bërë gati mbushjen e gjozave që e kemi lënë afërsisht 10 deri në 15 minuta që të gatuhet në të ftohtë, pra siç thamë është ajo soja dhe vaj susami që bëjnë të mundura të marinimin, dhe do fillojmë me mbushjen. Okej, dhe të shohim pak se si bëhet mbushja e gjozave. Për mbushjen, na duhen 10, maksimumi 15 gram. Ne i shohim me sy, se normalisht nuk do... Apo peshohen kur duhet gatuhet fix për shembull, apo jo, nuk... Jo, në momentin që bëhen në fabrika, nuk është e nevojshme, sepse janë fikse, pra... Po kur bëjmë me duart tona e kështu? Bëjmë me sy. Kemi bërë një variant gati, shikoni mund ta shohim pak tek pjata, të parën Lita e ka bërë, pikërisht për të janë, shiko si dalin, sa të lezetshme janë. Duan një çik durim. Pra gjithmonë duhet përdorim pak ujë për ngjitjen e këtyre petave. Dhe kjo është pak a shumë. Shumë e këndshme. Tani këto kalojnë aty tek ajo. Po, këto pasi mblidhen të gjitha gatuhen në avull, por që nuk është e vetmja teknik. Pra kemi dhe një teknik tjetër që mund ta përdorim fillimisht duke e karamelizuar në një tigan me pak vaj susami ose vaj lule dielli, nuk është problem. Dhe duke e shuar me ujë dhe duke i vendosur kapakun në mënyrë që ato edhe të karamelizohen, por njëkohësisht edhe të zbuten. Okej, pra nëse ne nuk e kemi këtë aksesorin e drurit të bambus. Po, mund përdorim teknikën bambus steamer. Bambus steamer? Steamer. Po. Nëse nuk e kemi bambus steamerin, se unë kam mësuar një fjalor të ri në kuzhinë këtë ditë, kështu që nëse nuk e kemi mund ta përdorim pra një tigan me kapak. Po, dhe t'i realizojmë, pra të mos e humbim ta provojmë. Por që lehtësisht mund ta bëni dhe një sit metalike që mund ta keni. Po, ta vendosim sipër tenxheres, po ja interesante. Po, dhe normalisht nga sipër të keni një kapak që t'izolohet dhe avulli të bëj punën e vet. Okej. Si gjithmonë, kuzhina të jep alternativa. Janë shumë të thjeshta. Shumë të këndshme, shumë të lezetshme. Dhe me bazë gjithmonë shoqërimi i këtyre është me soja, por që ne edhe mund ta kombinojmë me produktet e tjera, që në këtë rast do ta kombinojmë pak me salcën e speci djegës edhe hudhrës, duke i shtuar edhe pak vaj susami. Nga sipër, kjo është për sipër, kur i shërbejmë në pjatë apo? Kjo është në një salcire, pra jo gjithkush vendos që ta ngjyej aty tek ajo salca, por që duhet të jetë patjetër, është rregull që duhet të shoqërohet. E kuptoj. Është njësoj si sushit, që kanë salcat bazë. Fillojmë me mbushjen. Thamë që për një racion afërsisht duhen 6 të tilla. 6 gjoza të tilla, që shkojnë 120 gram, maksimumi. Nuk është se dua një kohë shumë të gjatë gatimi, pra janë goxha të thjeshta dhe gatuan shumë shpejt. Në avull sa do qëndrojnë? 4 deri në 5 minuta. Maksimumi 6 minuta varet nga trashësia e produktit që i kemi dhënë. E kuptoj. Pra ne do të bëjmë dhe një, le ta respektojmë edhe sasinë që i duhet një racioni. 6 gjoza janë mjaftueshëm për një person, kështu që dhe ne kaq do të bëjmë. Sepse kanë edhe ato shijen e fortë, edhe normalisht
të duke si kur je velur kur konsumon shumë, se kanë ato salsat me shije të fortë dhe karakteristike, pra më shumë janë si degustuese, produkt për të degustuar. Dhe i kemi gati, do i vendosim për të zirë, ndërkohë që këto zihen, do fillojmë me mbushjen e të tjerave. Okej. Sa të lezetshme janë kur ishe kështu. Krejtësisht ndryshe nga mënyra jone të gatuarit. Dhe kjo e bën të bukur në fakt. Po shikoja që salca e recetës së parë që ne e thamë, sa më shumë të qëndroj, aq më shumë të trashët të shtrashur, nuk është më e lëngshme. Edhe orizi e ka thithur atë pjesën e fundit të saj, por edhe në tenxhere duke qëndruar kështu në temperaturë të ulët, e thamë në fillim, nëse e doni pra më pak të lëngshme dhe më të koncentruar si salcë, e lini pak më gjatë. Ka një aromë, në provova gjatë reklamave, nuk e keni idenë sa e mirë është. Është shumë, shumë e mirë. Duhet provuar. Është vërtet shumë e mirë. Shumë e mirë, është fantastike. Më thënë kjo pasta i ka dhënë, jo vetëm, po shumë e mirë. Më the në fillim para se të fillonim që kanë zgjedhur recetat e mia të preferuara, kështu që kur njeriu e nis nga vetja. Në fakt kjo është e kam pasur gjithmonë. Pra, në shumicën e rasteve, shefat e kuzhinës përshtaten me klientin. Por që unë mendoj, ato çfarë mua më pëlqejnë, dhe unë mendoj që janë të përshtatshme dhe të shishme për të nxjerrë te klienti, kam përshtypjen që edhe atyre do i pëlqejë, sepse ata vinë për të provuar diçka të re që shefi e ka në natyrë, më kupton? Po, ne kuptoj. Edhe kështu që duhet nisur ndonjëherë edhe nga vetja. Patjetër. Nga shihet personale. Në fakt, po ta vësh re se restoranti ka të bëjë me klientët, po edhe nëse zvoglojmë pak numrin e personave, ne edhe kur ftojmë njerëz në shtëpi, në një farë mënyrë bëjmë ato receta që ne e dim që i bëjmë mirë, po e kemi atë pikën tonë të fortë. Edhe kur ja shërbejmë, ja tregojmë që unë këtë e përgatis me kështu, edhe vjen ato pyetjet me çfarë ke bërë, çfarë ke shtuar. Kështu që në këtë rast, unë kam zgjedhur të bëj recetat e mia të preferuara. Shpresoj që edhe ty Anila të pëlqejnë. Unë të parën e provova, të thash që më pëlqen shumë dhe do ta gatuaj. Jam kurioze ta provoj edhe me karkaleca që besoj bëhet akoma dhe më e fortë shija. Po, patjetër. Është edhe më e lehtë për të gatuar, sepse karkaleci nuk është se do shumë kohë. Gatuhet, domethënë ka kohë më të shkurtër gatimi, ndërsa mishi në këtë rast do pak më shumë kohë. Do më shumë kohë, patjetër. Ne këto mund t'i bëjmë edhe në forma të ndryshme, nuk është kjo edhe një formë, mund të bëjmë disa lloje formash të ndryshme, sepse edhe kalamajt ose njerëzit ato që janë kështu si nuk më vjen si lule, si boçe? Po, si boçe. Po, edhe në atë formë mund ta realizojmë, si ravioli, si tortellini, është në forma të ndryshme. Dhe kështu ngjajnë edhe bukur në tryezë nëse i shtojmë edhe në forma të ndryshme, se me çpo shoh një paketim na mjafton për të mbushur një mesore në tryezë, edhe me ato salcat e bukura me ngjyra dhe të shishme, them se nderohemi. Duam të bëjmë përshtypje, se patjetër që do i rikthehemi gatimeve tona të përditshme, po ndonjëherë kemi nevojë ta ndryshojmë. Patjetër. Në fakt të janë tradicionale aziatike, është njësë si shkemi në tashe baba, po fasula, po diçka e tillë, byreku, ose mund të themi dhe pastat e mbushura që ne i kemi marrë, nuk është tradicionale jona, por që jemi menduar po. Këto janë tradicionale e asaj kuzhine, pra në fakt. Edhe ato duhen pak minuta për të bërë. Shumë mirë, dhe në këto pak minuta unë fitoj nga koha e pritjes për të rikthyer në ekran recetat. Çfarë kemi sjell këtë ditë të hënë? Kjo është receta e parë që sapo pam edhe atë salcën që na ka mbetur në tenxhere. Më besoni që është shumë e mirë. Këto janë përbërësit, orizi jasemin, fileto pule, baby corn, janë misrat e vegjël. Kemi kërpudha në këtë recet, qumësht kokosi, pastë keri tajlandeze, në këtë rast pastën e verdh, kemi përdorur ne, po si që shpjegua mund të zgjidhni edhe pastën jeshile apo të kuqe, koriandër, vaj kokosi dhe kungull.
Ajo që po bëjmë tani janë gjozat artizanale, të cilat po mblidhen një nga një me duar dhe po vendosen në atë zjerjen me avull. Janë petët gjozat të cilët pa diskutim ju i gjeni të gatshme në dyqanet në Ranzi. Mish i grirë, karota, qep të njoma, karota dhe qepët e njoma të grira imët, shumë imët, në kubik të vegjël fare, hudhër, pasta chili garlic, po e lexoj me emrin që salca ka, që është me specë të kuq djegës edhe hudhër gjithashtu, vaj susamit, salcë soje dhe piper. Është bërë ajo mbushja në një përzierja, masa e mbushjes dhe mënyra e mbledhjes së petëve, paka shumë ne po e tregojmë. 6 të parat i kemi vendosur dhe i kemi gati për t'i treguar se si janë të gatuara. Gati dhe është momenti që ne t'i prezentojmë. Si thashun, nuk duan shumë kohë, duan një kohë shumë të shkurtër për t'u gatuar. Pasi ne t'i vendosim në pjatë, do realizojmë edhe salsën që na shërben për shoqërimin e këtyre pastave. Bukurim. Dhe ne jemi fix në 2 minutë në fundit, aq kohë sa do t'i duhet edhe salcave shoqëruese. Si që tha, mund të përdorim sojen, që është produkti bazë. Kemi pastën e speci djegës edhe hudhën që janë bashkuara me njëra tjetrën. Edhe në fund fare, për t'i dhënë një aromë, edhe shije normalisht, vaj susami. I trazojmë gjitha së bashku. Dhe lehtësisht ja hedhim nga lartë. Por ne mund ta zgjedhim që ta vendosim edhe në një salcire. Jo gjithkush mund të dojë ta konsumoj këtë salcën. Dhe është gati. Kjo ishte edhe pjata e 2 që realizuam. Të lumshin duart. Atëherë, le t'i hedhim pak një sy se që kemi bërë sot. Ja, kështu. Interesante duken. Janë vërtet të lumshin duart. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për recetat që na solle sot. Unë po e kujtoj pak se nëse nuk na keni ndjekur dot që nga fillimi, i shikoni këto pjatat tani edhe po mendoni se si i kemi përgatitur. Na gjeni në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube. Ky është kanali i Vila 24, aty do të jem unë edhe Luleta pak minuta më vonë me recetat që sollëm të ditë të hënë. Gjithashtu mund klikoni edhe në kanalin zyrtar të News 24. Dhe në Balkan Web gjithashtu do të keni në të njëjtën kohë edhe videon shoqëruese, do të kemi recetat e gatimit, shpjegimet e nevojshme për secilën prej tyre, edhe fotot që na ilustrojnë pjatat, të cilat të ftojnë t'i konsumosh edhe pse jo t'i përgatisësh. Të falenderoj që ishe me mua. Faleminderit juve. Të uroj punë të mbarë, kënaqësia e gjitha imja, ditë të mbarë gjithashtu, sepse je pushim sot. Je pushim sot? Taksim në punë. Mirë, shkojmë në publicitet tani, do të kthehemi në studio pas pak me të ftuar. Do të kemi 2 pjesë interesante sot, njëra pas tjetrës, me miq ju prezantoj vetëm sa të bëhemi gati e të ulemi në këndin tjetër të Vilës.